Më pak se 30% e punonjësve në Shqipëri përdorin internet në vendin e punës, përkundër 63% që është mesatarja e BE-s sipas të dhënave të Eurostat për 2024. Vetëm një pjesë e kufizuar e punonjësve shqiptar përdorin internet gjatë orarit të punës, duke renditur vendin tonë mes shteteve me nivelin më të ulët në kontinent. Në vendet nordike si Suedia dhe Finlanda, mbi 85% e punonjësve përdorin internet në vendin e punës, duke treguar një integrim të plotë të teknologjive digjitale në mjediset e tyre të punës. Të dhënat e Eurostat tregojnë diferenca të mëdha në nivelin e digitalizimit mes ekonomive europiane. Shumë ndërmarrje në vendin tonë, veçanërisht ato të vogla dhe të mesme, ende nuk kanë arritur të integrojnë teknologjinë online si pjesë të përditshme të aktivitetit të tyre ekonomik. Në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, niveli i përdorimit mbetet dukshëm më i ulët se mesatarja europiane. Teksa BE arrin një mesatare prej 62.9%, Shqipëria së bashku me Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën renditet në zonën ku përqindja e punonjësve që përdorin internetin në punë është shpesh më pak se 30%. Arsyet e kësaj diference lidhen ngushtë me strukturën ekonomike të vendit tonë. Pesha e lartë e sektorëve tradicional si bujqësia dhe ndërtimi, ku interneti nuk është mjet kryesor pune, kufizon ndjeshëm digitalizimin e tregut të punës. Në Shqipëri, një pjesë e madhe e ndërmarrjeve janë mikro ose të vogla me kapacitet të kufizuar financiar dhe teknologjik për të investuar në pajisje digjitale dhe trajnime për punonjësit. Për më tepër, mungesa e shtrirjes së plotë infrastrukturës moderne të internetit në zonat rurale e thellon hendekun mes qyteteve të mëdha dhe pjesës tjetër të vendit. Shumë kompani shqiptare vijojnë të mbështeten tek mënyrat tradicionale të punës, duke mos e parë internetin si një instrument që rrit produktivitetin. Krahas kësaj, mungesa e aftësive digjitale te një pjesë e madhe e fuqisë punëtore, sidomos te brezat më të vjetër, përbën një pengesë shtesë për përhapjen e gjerë të teknologjisë në punë. Krahasuar me rajonin, Shqipëria gjendet në një mesatare të ulët të ngjashme me Bosnjën dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa Malizi dhe Serbia tregojnë pak më shumë përparim fal investimeve më të hershme në teknologji dhe integrimit më të madh të shërbimeve online.